deri tash, dua të flasim që vetëm edhe pak për zgjedhjet lokale. Përmendëm Mitrovica ishte befasi. Për mu ka qenë befasi Mitrovica. Po ka dalë, po thuajse një rezultate ka pas edhe fillimisht kur përfundoi raundi i parë i zgjedhjeve, pra, para balotazhit. Si do të shohë ke befasi, edhe është e palogjikshme diskutimet që janë të bëjë tash për flet votime, sepse numrat realisht nuk ka të bëjë me inate personale, po nëse nuk përputhen numrat e protokollit, ajo bie që diçka nuk është mirë. Pra po thua që qëndrojnë deri diku këto diskutimet që ka pasur për parregullsi Mitrovic. Sepse kishte një ftim nga KQZ-ja Bek që tha që ka mundësi, mendoj e sqaroj një farë me këto problemet me numrat CEREK. Tash kjo si me shku me ble gjana edhe mos po përpull kërkon fakturat, me tash një fakturë një ndërmarrjes tjetër, mos batu me fakturën e ndërmarrjes tjetër edhe auditori që të i qef shkelje. Në po bazojmë te barazimi faktura kujti tek